Me njërë pas shqetësimit të prezantuar në televizionin 6+1 Vlora, ka reaguar firma e cila është kontraktuar për pastrimin e kanalit të ujrave të larta në lagjen Kushtrimi, e cila solli problematika për bizneset në katin e parë të pallatit pranë kanalit. Televizioni 6+1 Vlora mëson se firma ka marrë përsipër të bëjë nga e para parketin në këtë biznes, pamjet të cilit po i ndiqnin në ekran, si dhe shpenzimet për një javë të punës dhe aktivitetit që ky biznes do të jetë i mbyllur. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora nga administratori i këtij lokali, biznes i vogël, i cili pati dëme të konsiderueshme nga shpërtimi i ujrave të ndotura në brendësi të biznesit. Sistemi i brendshëm i kanalizimeve nuk ka përballuar fluksin dhe përzierja e ujrave. Gjatë punimeve të firmës për pastrimin e kanalit, sistemi i brendshëm i kanalizimeve nuk ka përballuar fluksin dhe përzierja e ujrave, ka bërë që ujrat e zeza dhe të ndotura të dalin në sipërfaqe dhe të përfundojnë në ambientet e katit të parë. Kjo solli pasoja të rënda për bizneset me një dëm të konsiderueshëm, të cilat u përmbytën nga ujrat e ndotura, duke nxjerrë jashtë funksionit dhe duke shkaktuar dëme në pajisje, sikundër po ndiqni pamjet në ekran. Nëpërmjet televizionit 6+1 Vlora, administratori i këtij biznesi kërkoi ndërhyrje, ndërsa duket se firma ka reaguar duke bërë të mundur marrjen përsipër të përgjegjësive. Në këto kushte, firma e ndërtimit mori përsipër të shtrojë parketin dhe të heqë shpenzimet për një javë që ky lokal do të qëndrojë i mbyllur për shkak se do të zhvillohen punimet rehabilituese. Këto situata krijojnë dëme ekonomike, por edhe rrezik për shëndetin nga prania e ujrave të ndotura në ambientet e banimit apo biznesit. Në këto kushte, firma ka reaguar, e megjithatë firmat e ndërtimit duhet jenë më të kujdesshme dhe të përgjegjshme teksa kryejnë punët, duke zhvilluar punë profesionale e duke respektuar standardet.